E po si mund thush që unë e du bashkëshortin tim, e du shumë bashkëshortin tim dhe nuk i do prindit ose nuk i do familjen bashkëshortit. Kjo është nonsens, nuk kuptohet. Si mund thush që unë e du bashkëshortin tim, e du shumë. Jam gati gjithë shka të bëj për te, kur vje puna nuk i do familjen bashkëshortës. Pasha Allah, duhet me pas frikë Zotin Xheleshan. Neve, na porosit profeti alayhi salatu sallam edhe na thot, kënaqësia e Zotit është e kënaqësia e prindit. Hidrimi i Zotit është e hidrimi i prindit. Subhanallahu, sa e rëndësishme është. Nuk ka njeri në botë, në këtë jetë, nuk ka njeri që ta doj fëmijën e tij, që ta doj dikë siç do prindi fëmijën. Askush nuk don dikë siç don prindi fëmijën. Nuk do gjesh dikë që dëshiron për dikë tjetër që me gjithë shpirt e me gjithë zemër të bëhet më i mirë se sa vetja e tij, vetëm prindi për fëmijën e don diçka të tillë. Në çdo moment të jetës, bëjeni pjesë prindit në gëzimet e juaja, bëjeni pjesë prindit në problemet e juaja, në hallet e juaja. Janë njerëzit që më tepër mund t'ju japin një këshill më me pastërti dhe më me sinqeritet se kushdo tjetër, subhanallahu. Ju a kanë pa hile. Ato janë prindit. 80 vjeç më u bë prindi, ngelet prind. 60 vjeç më u bë fëmia, ngelet fëmijë. Atë dashurie dhe atë ndjenjë që ja ka mbjell Zoti Xheleshanuhu dëbirit Ademit në zemër të prindit për fëmijën, nuk vdes kurrë derisa të jetë rob i gjallë pra në këtë jetë.